A i lexoni ju komentet? Unë ja kom nis me lexu dhe një sen që e kom vrejtësh që po bëjsha shumë gjeste si pas juve. Tani thash, hita hullumtoj edhe i gjeta qëto informacione. Kur flasi, mendja ju përpunon shumë informacionet njëjtën kohë. Lëvizjet e durve në animojnë me organizu mendimet edhe me bo mesazhin ma të qartë. Nëse ke vrejt kur flet për diçka të madhe, duhet zmadhohen automatikisht ose kur numërën gishtat fillojnë me lëviz pa vedije. Truni përdor gjestet për me përforcu ato që po e thu. Edhe ky studim tregon se njerëzit që përdorin dur gjatë bisedës duken ma të besueshëm edhe ma karizmatik. Kjo është arsyeja pse spikerët edhe liderët përdorin gjuhën e trupit kur flasin. Në fakt, përpara se me mësu me fol, na fillojmë me komuniku me dur. Fëmijët i përdorin gjestet për me tregu ato që dojnë, edhe kjo tregon që lëvizjet janë pjesë natyrale e komunikimit tonë. E ti, a bën me dur kur fol? Komento edhe kallxëm, edhe bënja subscribe urbanit në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.